Përshëndetje një, t'jap dorën. Mirë, si e kalon, mirë. Çfarë ka shkuar Aliu, ma thoj edhe një. Fshati im, o fshati bukur, fshati im hane. S'pas ka një të dytë në këtë madhëri Allane. Shu ka shkuar Ali Aslani. Për shtatën dhe sot të vargje? Urdhë? Për shtatën dhe sot të vargje për vajzën? Pa tjetër. Pse, Qëndroj. çfarë ka të bukur fshati? Ose çfarë ka të mirë? Ka të bukur se ne jemi fshat pa telashe brenda për brenda, që është një domethënie e madhe. Shkoni shumë mes njëri tjetër. Pa tjetër që. Kjo është shumë domethënëse. Edhe sot njësoj si kohët e mëparshme, domethënë vazhdon ai. Po, vazhdon. Po, vazhdon. Bashkëpunim, vajtje ardhje, dalje në përshpira, Në çdo drejtim, nga doj ta kthesh, jemi fshat që bahemi për fshat me gjithmonë siç ka shkruar Ali Aslani. Pse njihet vajza në historia, po edhe në kohët e mëparshme, përveç këtij fakti që ti më the që jeni bashkë? Përse njihet? Po. Pse, çfarë mban mend nga fshati, nga historia e viteve të mëparshme? Shiko, unë historia nuk jam, po ç'a të them tani ato me dy llafe që u thash, besoj se Vajza njihet si fshatja Ali Aslanit, një prej bijve të vajzës, i cili u lind më 28 nëntor të 1884-s. Poeti Ali Aslani i dedikoi vargje fshatit të tij, vargje që kanë mbetur edhe sot, teksa Aliu nuk mbeti vetëm në rreshta, duke dhënë kontributin e tij jo vetëm në letërsi, por edhe si atetar apo diplomat shqiptar.